Gjikshme mos më jadon edhe në herë me mundësinë mandatarit parë. Nuk ka nevoja me na kallëzu se na dim që kem lexim, dim me lexu kushtetutën. Edhe ligjet. Prandaj ajo se i pojnë të repetim kushtetutës këtë vend o gjykata kushtetuese, nuk ka presidentja koleg dashur. Ta shtrim debatin në mënyrë racionale, jo pollavra që i nim televizor për na. Se na kemi bombardu, na kemi bombardu qytetari me pollavra politike. E politika, krejtësisht politika kosovare bazohen pollavra. Ti po thu se është dashur të jep extra time, se është dashur të jep kohë fare? Jo, është dashur me i dhon partisë. Po jo Kurti. Po jo Kurti. Partisi ka thonë zoti Batoshi, sepse Kurti ka qenë përfaqësues i vetëvendosjes aty. Nuk do të thotë që Kurti do të vijë si mandatar aty. Po duhet personi me zoti Kosov Gjuçi. Mandatori i cili pretendon se i ka numrat shkruam. Kjo është takim me lider politik të partive që janë përfaqësuar në parlament. Nuk është detyrimisht me unë thash Kosovë. Kjo mundet mu taku çdo ditë me një kryetar të partisë. Po për mandatar nuk vlen më. Po kjo domethënë termin mandatare. Në rregull po edhe s'është hiç kjo s'është më e rëndësishme. E rëndësishme është diçka tjetër. E rëndësishme është që presidenti apo i afatave kushtetuese ligjore të i dhon kohë njerëzve brenda afatave. Deri me datën 5 nëntor ka kohë për një gjatë tillë. Për me ardh nasta Glauko Njufca në zyrën e zonës Osmane me thonë unë du me provu. Ju mendoni që vjen Glauko Njufca? Unë s'mendoja s'po e... Kjo Argavallaki fillon qëtu. Shiko, asë një interes Albin Kurti me mandatu dikon tjetër për qeveri nuk e ka. Albin Kurti nëse ka mundësi taktizuse, e ka, do në me shtyr zgjedhjet. Dejnë mundësisht, dejnë mas. Qysh? Jo, s'ashtu. Qysh s'mundet dhe Manovrimet e Albin Kurtit ju nuk i njehni. Albin Kurti është njeri i manovrave politike. Po 5 ditë mundet me manovru, vesh. Jo. S'mundet ma shumë. Ka një metodë. Shikoni, koleg, qitash u propozu buxheti. Buxheti u propozu program elektoral i vetëvendosjes. Populli i Kosovës, qytetaria e Kosovës, po mendon që Albini ka marrë vendime me rrit pagat, pensionet, shtesat e fëmijëve, edhe të kategorive. Ai vendim ka marrë, po sa shkon vendimi? Jo, sa është vendim. Po ai vendim është? Jo, zoti Sadiku, kjo propozim i buxhetit, sa vendim. Po mirë, vendimi i qeverisë është. Po është vendime që ka shku. Jo, zoti Sadiku, nuk shkon kështu. Nuk ka vendim i qeverisë. Kjo propozim buxhet që do të kalon zoti. Po kjo është lojë fjalësh, unë po them, është vendimi i qeverisë, tani sa është i lidhshëm kjo, ose është tjetër. Sa i merr mbështetjen ajo, Çfarë është vendim? O vesh një dëshirë e projektuar, po njerëzit kanë me menu që ky au ka rrit pensionin, pagën edhe shtresat. Jo. Ky i ka mashtru për me ja ble votën. Nuk ka vendim qeverisë, sepse duhet me kalu buxhetin kuvend Kosovës. Po shikoj qeveria edhe kuvend. Më loj fjalë se hiç jam të rëndësishme që ai të folë edhe veç po u. Çata ka rrit pagën po mendon. Jo, ti si arrit se ky është sektor privat. Kur vetë në qeveri, vjen vetë qeveria dhe kur mbledhet qeveria merr vendime. Çore ku e ki datën e vendimit, numër 01273. Datë 31/10/2025. Shkruan vendim. Ve aprovuat di proces verbalit, bla bla bla. Këtë sani e të thonë. Si e të bukë sishti, absolutisht, se një qeverisjet. Jo me s'panoj me diskutu. Aprovuat projekt ligji për ndarjet buxhetore për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2020. Po prandaj po them është lojë fjalësh, po ajo është vendimi i qeverisë, sa shkop tutje se ajo duhet të kuvendit. Është tjetër. Jo, kurse. Zoti Sadiku të nol me shiko. Kur merr vendim qeveria për rritje pagë, ajo ekzekutohet më një herë. Po jo se ti Kuradi nuk e voton më ligjin e qeverisë për rritjet paga, është shtesa. Po mira, ajo rritjet e paga ka forma të ndryshme. Forma të ndryshme ka si më shkojnë. Ky ka buxhetin për 26-ën koleg, ky si ka rrit paga. Me çfarë buxheti rrit paga? Nëse s'miratos rritën paga. Pa program elektoral ky. Tash se do të muj me dal me i thonë bravo Albin, shkelqyshum ke vepru. Pse se ka po në qeveri me kompetencat plota në 10 orë të vitit kalu, rritjen e pogave, se se ka po që kaq.
Okej. Ka pas qëllësi buxhetor. E pa vërtet. Që kjo mbashtimi i Zotit Pse, Venori. Albin? A dim se është e pa vërtet, sepse